Zakonisht një ditë e joni është ndoshta shumë e mundishme për hir gjenës që kemi në familje. E kemi Uvesin, djalin, i cili është person me aftësi kufizore. Ne jemi 4 anëtar, 3 jemi me aftësi kufizore. Unë jam i verbër, shoqën e kam person me aftësi kufizore, kam në djalë pothuajse ka të paralizuar. Çalon edhe Uvesin, e kemi vajzën tare e cila është mashallah si drita, e cila është e lidhur shumë për Uvesin edhe për neve. Një ditë ju në vazhdon, domethënë kur Uvesi bie në mbrëmje, kur çohet për gjumit është me pampers, nevoja i del jashtë, ndoshta shkon deri në shtëpinë, i del nevoja jashtë, duhet me marr me pastum, me dhom, me plafa, me jastëk, me organa, me tepia, me krejt. Por çka të vjen prej Zotit nëse vjen, un po jetoj me një banor xhenete të shtëpia. Wallah. Un po mundom aty t'ja zgjas dorën time aty për ndoja, e dora aty do të jetë shpëtimtare për mua në herët, e cila është shumë e nevojshme për mua. Edhe pse nuk po i shoh me sytë e ballit, po i shoh me sytë e zemrës. Era, urina e nevoja u viset për mua është misk shtëpi. Kemi mund, Allah na lehtësov, por kur ti lidhëm te Zoti ta mundson me të kaloj çdo sprov, mendimin e Zotit, shokëve miqve, inshallah do ta kalojmë çdo sprov. Allah be, urim. Biseda Biseda me ty është motiv na me tu, wallah billah.